Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin javor nga data 19 deri më datën 25 janar të 2026. Duket se kemi një javë me ndryshime dhe bisedime të rëndësishme që lidhen direkt me ekonominë, lidhen direkt me atë që neve duam të realizojmë. Dhe jo vetëm. Le të hedhim një sy pikërisht kësaj jave, çfarë ndodh dhe çfarë duhet të kemi kujdes në ato që neve kërkojmë dhe dëshirojmë. Kemi datën 19. Data 19 janar është një kënd shumë pozitiv, sepse gjashkëndshi midis Mërkurit nga Britsjapi dhe Saturnit nga Peshqit është ndikues. Mund të përdorim këtë kënd në çështje pune, rregullime profesionale dhe financiare. Për marrëveshjet, blerjet dhe shitjet, çështjet të studimit, diskutime serioze, negociata, përfitojnë shumë të shenjës se që janë Demi, Virgjëresha, Britsjapi, Akrepi dhe Peshqit me diellin ose ascendenten në këto shenja. Disa ndikime që kanë bëjnë pikërisht tani, ku ndikimi më i madh që ndodh në Drek, që formohet të trekëndshi Mërkurit nga Britsjapi dhe Urani në Dem, duke sjellë surpriza të këndshme, takime të papritura, mënyrë alternative të menduarit dhe shpike të papritura që do thot me ndryshime dhe vendime të mëdha që neve kemi. Përfitojnë Demi, Virgjëresha, Britsjapi, që janë me shumë fat në këtë kënd, nëse juve keni lindur në rediqin e tretë ose atë që kanë ascendente në këto shenja. Kemi pikërisht datën 20. Data 20 ku dielli kalon në shenjën e ajrit në shenjë ndikuese të ujorit në mëngjesin e orës 2:45 duke shënuar fillimin e ditëlindjes së muajit të ujorit të 11 të zodiakut. Në të njëjtën ditë kemi Afroditën që formon një kënd me Plutonin. Ky kënd ngjyros humorin ton me ngjyra pak më të errta. Marrëdhëniet tona personale, romantike, miqësore, familjare dhe profesionale do të na shqetësojnë shumë intensivisht, duke sjellë disa gjëra që ndikojnë shumë, duke pasur parasysh mundësitë që jepen, sepse Neptuni dhe në anën tjetër Urani një kënd që bën të vështirë, por kjo nuk do të thotë se kërkohet diçka, por meqense disa gjërat pa drejta që janë bërë mund të dalin në pa pikërisht në këtë ditë të datës 20, sidomos ndikohen shenja Dem, Luan, Akrep, Ujor të dhjetë të parë ose ata që kanë ascendente në këto shenja. Kjo ka të bëjë shumë sepse kjo është nga mëngjesi deri në orën 13:35. Pastaj ndikimet e tjera që kanë të bëjnë dhe mundësitë që jepen është dhe koha mjaft e mirë në lidhje me disa vendime të rëndësishme që do merren në të njëjtën ditë, duke se mbas kësaj ore jashtëkëndshi që bën me Uranin, një kënd që na ofron mundësinë për të pasur ide inovative të kombinuar me traditën me Saturnit, teknologjinë dhe jo vetëm. Urani është një kënd i dobishëm si nivel personal, ashtu dhe profesional, çështjet ekonomike, çështjet bankare dhe ndryshime të mëdha që do të kemi tani e tutje. Ndikojnë shumë nga Aforët, Akrepët, Peshqit, Demit, Britsjapët, Virgjëreshat të dhjetë të tretë ose ata që kanë planete në këto shenja. Ajo që do duket dhe ka të bëjë shumë me disa vendime shumë të rëndësishme, duket se ka të bëjë shumë data 21. Data 21, ku kemi dhe mundësira, por para datës 21 kemi gjithashtu në datën 20 kemi Mërkurin që formon gjashtkëndësh, kemi Mërkurin që kalon në ujor, në mjedis që është më i përshtatshëm për natyrën e tij komunikuese dhe ndikimet e tjera që do të favorizojnë shenjat e ajrit, binjakët, peshorët, ujorët. Data 21, ku dielli formon një kënd shumë të mirë me Mërkurin në ujor, një kënd që favorizon komunikimin, kontaktet, transaksionet dhe udhëtimet. Sigurisht, meqense në këtë drejtim në të njëjtën ditë që ka të bëjnë shumë me formimin dhe lidhjet që kanë bënë Plutoni, kanë bënë dhe çështjet e tjera, qëllimet që i vën vetes. Do të jetë një ditë e ngjeshur me shumë takime, diskutime, korrespondenta të ndryshme, aktivitete shoqërore dhe shumë ndikime të tjera në informacione dhe negociate. Favorizon shumë binjakët, peshorët, ujorin dhe shigjetarin të dhjetë të parë ose ata që kanë ascendente në këto shenja, pranë gradës së 11.
Kemi datën 22. Data 22 janar, ku Mërkuri takohet me Plutonin në ujor në një kënd mjaft të rëndësishëm. Kjo do thotë një kënd që lidh punën dhe të drejtën, e drejta dhe mosbesimit. Pra ka disa gjëra që duhet të ndajmë çfarë duam. Kjo do thotë që në lidhje me çështjet e kësaj me punës ose bisedimet ose disa fjalë që mund të dëgjoni, disa biseda që mund mos jenë ato ku duhet, një vëmendje të shtuar do të bëni juve të shenjës së Demit, të Luanit, Akrepit dhe Ujorit të dhjetit të parë, ose ata që kanë planetet në këto shenja. Kemi datën 23 janar. Marsi nga Brisapi që formon një gjashtkëndësh me Neptunin në Peshk, ky është një kënd mjaft pozitiv, sepse mund të bëjmë jo vetëm mund të bëjmë punë të rëndësishme në ekonomi, në stabilizime, në takimet me njerëzit, por njëkohësisht të pak të vëmendshëm, jo të jemi direkt për gjërat që duam të bëjmë ose gjërat që e kemi për të bërë sot dhe i bëjmë për nesër. Tu rishikojeni pak, sepse mirë është të shmangni mjediset negative që kushtojnë vëmendje çështjeve që ka të bëjnë. Por gjithashtu, mund të ketë një lajm në lidhje me transportet detare ose disa gjëra të kësaj natyre, sepse çështjet aktuale në lidhje me naftën, me gjëra të kësaj natyre janë pozitive këto, sepse lidhet në lidhje me shtetin. Por gjithashtu, kjo ndihmon shumë dhe mund të kemi dhe ndikime që ndikojnë pozitivisht shenjat siç janë shenjat e tokës dhe shenjat e ujit në këtë aspekt. Kemi Demin, Virgjëresha, Briçapi, Gaforia dhe Akrepët dhe Peshqit të dhjetit të tretë ose ata që kanë ascendente në këto shenja. Kemi gjithashtu Marsin që kalon në ujor dhe bëhet më dinamik. Kjo do thotë që jo vetëm kaq, por dhe ndryshimet që kanë të bëjnë, mundësitë dhe kohën e duhur, sepse megjithatë juve keni pasur edhe disa çështje problematike, por nuk do thotë që kjo nuk është realizueshme, sepse ndikimin e madh që ka të bëjnë në lidhje me anën ekonomike të datës 24, ku Marsi gjithmonë që jep mundësi dhe rëndësi në ujor dhe bëhet dinamik, i pavarur, autentik dhe shumë dashamirës. Do të lidhet shumë me drejtësinë dhe solidaritetin. Ai është mendje hapur dhe i lirë, megjithëse ka tendenca të bëhet me vullnet të fortë ndonjëherë. Ai do të ndikojë në mënyrë dinamike shenjat fikse, siç janë Demi, Akrepi, Luani dhe Ujori të dhjetit të tretë. Kemi dhe ditën tjetër të datës 25, ku ka të bëjnë dielli në shkallën e tretë të Ujorit që takohet me Plutonin në bashkësi dhe i jep ditës një peshë ose tendencë për të ndikuar në favorin e punës, të karrierës dhe të ndryshimeve të tjera që do të kenë. Por do të kemi pak vëmendje sepse ndryshe e themi, ndryshe manipulojmë, ndryshe veprojmë. Por gjithsesi kjo do thotë kushtohet më tepër kohës dhe kujdesit. Shenjat që kanë bëjnë janë Demi, Luani, Akrepi, Ujori ose me diellin ose ascendenten pranë këtyre shenjave që preken më tepër, që do të thosha në ndikimin e tyre të përshpejtojnë disa gjëra që janë dashje, binjakët, peshorja dhe shikjetarët, që preken gjithashtu më pozitivisht me diellin me ascendente në këto shenje, sepse ka të bëjnë shumë edhe koha dhe periudha i ndihmon në një farë mënyre për çështje që kanë të bëjnë ose për gjërat e tyre. Ngadonjëherë edhe mundësitë që jepen, sepse koha ka treguar që fati do për çdo gjë që kërkohet dhe vendoset. Por gjithsesi juve i keni të gjitha mundësitë në lidhje me disa takime ose çështje që lidhen me punën aktuale tani për tani, por mos mund zitoni sepse nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në çështjet madhore ekonomike, në çështjet e marrëve vendime të rëndësishëm, sepse kjo lidhet shumë me vendime të rëndësishme që ka të bëjnë në këtë periudhë, jo se ka të bëjnë me problematika ose ka të bëjnë me gjëra që nuk lidhen. Por megjithatë është një periudhë që pikërisht është momenti dhe koha e dur për të marrë vendime të rëndësishme. Por gjithashtu është në një moment mjaft i mirë lidhje me një takim që do bëhet pikërisht në këtë ditë, takim mes miq ku mund të fitoni dhe të dilni fitimtar në lidhje me çështjet dhe biznesin, sepse lidhet shumë me biznesin, kur disa gjëra nuk shkojnë ashtu siç duhet. Dhe neve mundohemi shumë që të jemi korrekt me punën, kemi korrekt me ndryshimet e një pasqyrave që bëhen, por në anën tjetër juve jeni mjaft korrekt në lidhje me punën tuaj, jeni shumë korrekt me çështjet e punës të dashamirësisë që juve keni, dhe kjo është një moment shumë i mirë dhe i artë në atë që juve kërkoni dhe dëshironi. Për sa i përket udhëtimeve, shenjave që kanë ndryshime të mëdha për sa i përket kësaj jave,
janë shenjat e tokës, por njëkohësisht dhe shenjat e ujit. Kështu që keni mundësinë dhe periudhën e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në anën tuaj. Në momentin e duhur, gjithçka mund shkojnë mbar ashtu siç juve pretendoni dhe dëshironi. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar këtu, por për të gëzuar sepse do të kemi edhe disa takime, disa mosmarrëveshje që do jenë zgjidhja, se boll keni vuajtur kohë përpara, por vjen një moment tani që është koha më e mirë e mundshme dhe tepër pozitive në lidhje me anën ekonomike, në lidhje me vendimet që merret, në lidhje me çështjet që keni, por ky moment është mjaft i mirë dhe tepër pozitiv sepse nga tani e tutje gjërat janë mjaft të ndikuar në ekonomi sepse nga tani fillojnë gjërat ndryshe në favorin tuaj dhe pozicionimin e planeteve. Para se të fillojmë me parashikimin e kësaj jave kaq të rëndësishme dhe të vetëdijshëm për gjërat që do ndodhin, sepse është pak e lodhshme, do ta thosha unë, në anën tjetër, por gjithsesi juve jeni të përgatitur. Ne ju rikujtojmë edhe një herë për juve që interesoni për parashikim të detajuar ose dëshironi diçka të rëndësishme, kemi pikërisht faqen Roz shkon atje. Ku atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar për gjërat që ju kërkoni, gjërat që ju dëshironi. Dhe nëse blini nga paketat që keni atje, duke bler paketën tuaj dhe numrin për kartës të blerjes, jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin pra tek sekretaria. Më pas e shikoni, pastaj flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve, dhe doni të dërgoni mesazh. Dhe si mund ta dërgoni këtë mesazh? Nuk diskutohet duke na bërë subscribe. Pikërisht tek butoni që keni atje, gjithashtu duke ndjekur të gjitha të dhënat që keni atje, dhe pastaj dërgoni mesazhin dhe merrni përgjigjen direkt drejt për së drejti. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e zjarrt dhe shenjën e ndryshimit të madh të kësaj jave, që do thotë shenja e dashit. Për sa i përket juve të shenjës së dashit, duket se pikërisht kjo javë thotë që juve do merrni qëndrim luftarak për qëllimet dhe karrierën tuaj. Meqense 10 ditë që i parë i kësaj shenje është mjaft indikuar në lidhje me takime, lidhje me ndryshime të njëpasnjëshme që kanë bëjnë në lidhje me punën, në lidhje me anën ekonomike financiare, por megjithatë juve nuk keni pasur probleme dhe s'keni për pasur të 10 ditë që parë, sepse dini shumë mirë çfarë bëni, dini shumë mirë ku shkoni, por gjithsesi jeni mjaft të ndikuar në fushën e karrierës suaj, në fushën e biznesit, sepse nuk është pak për disa gjëra që juve mund të shikoni dhe mund të veproni në ndikimet më të mëdha që ka të bëjnë, sepse dashi në përgjithësi ka disa mundësi dhe disa kohë që mund të rregulloj, mund të stabilizoj anën e pozicionimit të planeteve, të kohës të tyre, por gjithashtu kanë edhe një ndikim shumë të mirë në anën ekonomike financiare, lidhje me biznesin sidomos, sepse ndikimi i 10 ditëve që ndodhin, sepse 10 ditë që parë që lidhet shumë me anën ekonomike, lidhet shumë me biznesin, lidhet shumë me çështjet dhe periudhat që ndodhin fenomenet. Meqense kur themi 10 ditë që parë, nënt kuptojmë të lindurit të datës 21 deri me datën 31 mars, pra që kanë bëjë shumë japin mundësi vetes, por kjo javë është shumë e mirë sepse keni të bëni me punën, keni të bëni me ekonominë, por mirë është që të flisni sa më pak dhe të dëgjoni sa më shumë se jeni shumë fituar. 10 ditë që dytë ka një kuptim ndryshe, sepse vërtet ekonomia dhe periudhat që ndodhin të fenomenet, duket se është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv në anën e financave, lidhje me biznesin sidomos, dhe koha e duhur për të stabilizuar gjërat që juve keni. Se duke pasur parasysh keni mundësinë dhe anën më të mirë të mundshme në anën e financave dhe në biznes. Keni karakter shumë të fortë për juve të 10 ditë të dytë, ku është momenti dhe koha për të stabilizuar dhe drejtuar një biznes. 10 ditë që tretë që do merret me banka, do merret me anën e udhëtimeve, sepse lidhe me udhëtimet e ka të shenjës së dashit, është një moment tani nëse kërkon të
realizoj gjërat ose të bëj disa gjëra të reja në fushën e punës së tyre, është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv. Ndjes. Ka diçka mes asaj që ka të bëjnë, sepse megjithatë, sidomos të dhjetëdiqit tret është mjaft i dhënë mbas ekonomisë, mbas punës, mbas vendimeve, mbas ndryshimeve. Ata që kanë lindur nga data 14 deri më datën 17 prill për shembull, që kanë një ndikim shumë të mirë të dhjetëdiqit të tretë, ku gjërat janë mjaft pozitive dhe tepër ideale, sepse kanë guximin, kanë mundësinë lidhje me detyrime, domethënë që kanë bënë ja e zgjidhin edhe si problem, sepse është një moment shumë i mirë dhe pozitiv në anën dhe në karrierë. Megjithatë, edhe pse kjo periudhë është një periudhë që vërtet ndikon në fushën e punës, por njëkohësisht ka të bëjë edhe me anët e tjera që tani për tani, edhe pse ndihen pak a shumë të mërzitur për arsye të punës, për arsye të karrierës, për arsye të ndryshimeve që mund të keni, por unë mund të thosha me presje që është diçka shumë pozitive, madje ideale në atë që juve dëshironi. Dashuria duket se ka të bëjë shumë me Brit Sjap dhe me Dash të dhjetëdiqit tret. Shkojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë ndikuese dhe realizuese në fushat nga më të ndryshmet që ata kanë, që do të thotë shenja e Demit. Për sa i përket shenjës së Demit, Demi sido që tjetë, ose më saktë ndikohet shumë këtë periudhë dhe kjo është një periudhë mjaft e mirë sepse Demi tradicionalisht, sepse tradita e do, në flasim në ato tradicionale, sepse Demi nga një anë mundohet shumë bëj punën e tjetër, në anën tjetër mërzitet shumë se nuk e di, por është shumë i kujdesshëm. Dhe çfarë ndodh që momenti që juve keni, për shembull, presupozojmë shenjën e Demit, lidhje me ekonominë, për shembull. Këtu në lidhje me ekonominë janë disa gjëra që ata kanë dhe komunikojnë shumë, dhe di që parë sidomos është mjaft i kujdesshëm në gjërat që do të bëjnë dhe dhjetëdiqit tret. Por dhjetëdiqit tret ka një ndikim shumë të mirë sepse për shembull, nëse do të marrim dhjetëdiqin e parë me ndikimet që kanë me dhjetëdiqin e tretë, do të marrim gjërat që do të jenë, domethënë forca dhe identiteti, shpirti, pastërtia që juve keni, ju bën të ndjeni superior në këtë aspekt. Dhe kjo do të thotë që është një moment mjaft i mirë, tepër pozitiv dhe në lidhje me punën, në lidhje me karrierën, në lidhje me ndryshimet të mëdha që juve keni, është koha dhe momenti i duhur për të bërë zgjidhjen e duhur në ekonomi. Dhjetëdiqi i dytë, edhe pse ka një udhëtim, mund ta bëj, nuk diskutohet, nuk e vën ndryshim, e mërkura e është shumë pozitive, madje keni edhe kohë mjaft të rëndësishme për gjërat që do të bëni. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, edhe pse me sa duket juve keni dhe kohën tuaj, në lidhje me takime, në lidhje me vendime të rëndësishme, sepse i bie që keni pasur një takim që më përpara ishte shumë i vështirë për të zgjidhur problemin dhe tani është më i lehtë në lidhje me punën tuaj, ose një keq kuptim, keq interpretim që mund keni pasur në këtë aspekt, dhe kjo është dhe koha më e mirë e mundshme mbi stabilizimin e punës, mbi konkretizimin e gjërave dhe gjërave të tjera që do të keni mundësinë për të bërë zgjedhjen e duhur në çështjet ekonomiko-financiare. Ndikimet që kanë bërë gjithashtu është një mundësi shumë e mirë, sepse stabilizimi ai që është i duhuri, momenti i duhur për nisma të reja, për të tre shenjat, të tre dhjetëdiqat të kësaj shenje kanë mundësinë dhe kohën e duhur për të bërë zgjidhjen në fushën e karrierës së tyre. Por dhjetëdiqi i tretë do të bëj pa kujdes, mos më mërzitet për gjërat vogla, se nuk ja vlen. Po jo se juve mund të keni për shembull, mund të flisni siç doni juve, mund të keni disa gjëra që nuk janë ata që juve i përkisni ose juve doni, juve nisni diçka duke betisni. Po gjitha këto janë kohë që përcaktuese, nëse do ta marrim kështu, keni mundësinë dhe vendimin e madh që juve merrni në lidhje me anën e financave dhe të ekonomisë, por me sa duket jeni me shumë fat në këtë drejtim dhe kjo është periudha juaj, kjo është momenti juaj më i mirë i mundshëm në lidhje me anën ekonomike, në lidhje me
me disa ndryshime. Ndryshimet janë pozitive dhe jo vetëm, sepse keni disa mundësi të arta, bini pas, të më kujtoni, dhe kjo është dhe periudha, është dhe koha, është dhe momenti në lidhje me anën e biznesit, në lidhje me anën e ekonomike financiare, në lidhje me disa persona të tretë që mund keni folur, mund keni biseduar, por gjithsesi kjo ndodh thjesht në disa raste, ndryshe mendojmë, ndryshe gjykojmë, por mund të themi se pse dhe se qysh, por koha tregon që tani për tani është dhe momenti, është dhe koha, është dhe stabilizimi i punës suaj, por me qenë se tani është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv në fushën e dashurisë. Në fushën e dashurisë ka të bëjnë shumë lidhjet me peshk dhe me virgjëreshtën e ditësh të parë, ku është dhe momenti më i mirë i mundshëm në lidhje me ekonominë dhe lidhje me gjërat e tjera që do të keni, sepse sidomos me virgjëresh ka një gjë shumë të madhe për sa i përket punës dhe karrierës në këtë drejtim. Do shkojmë në një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë e ndryshimeve e vendimeve që mund të marrin, ku do të thot shenja e binjakëve. Për sa i përket binjakëve, binjakët duket se ngjeshmëria dhe suksesi i garantuar që juve keni në një farë mënyre në lidhje me anën tuaj të pozicionimit të planeteve, besoj që dëgjohet, në lidhje me ndikimin e planeteve ka të bëjnë shumë ana e financave, sidomos dhjetëdiqi i tretë është shumë i favorizuar në këtë aspekt, sepse gjithmonë ne kemi thënë dhe themi që binjakët kanë atë ndryshimin, kanë ndikimin, kanë fuqinë që mbizotërojnë, kanë karakterin e fortë, edhe pse kanë Mërkurin, karakteri tyre është i thjesht, ose gjëra që do të bëjnë në lidhje me punën e tyre, lidhje me karrierën, dhe kanë diçka shumë pozitive në lidhje me zotërimin e tyre, lidhje me çështjet ekonomike financiare. Binjakët në këtë javë do të kenë mundësinë që të zgjidhin disa probleme të pasgjishme më përpara, dhe kjo është një moment shumë i mirë tani në anën e tyre dhe në pozicionimin e planeteve, sepse duke pasur parasysh disa çështje të lëna pasdore mund ta themi në një farë mënyre për zgjidhje të çështjeve madhore ekonomiko-financiare, për bërë zgjidhjen e duhur në lidhje me një takim pune që do ta keni tani tutje, dhe kjo është dhe mundësia, është dhe momenti i duhur mbi zhvillimet dhe ndryshimet të mëdha që do të keni në fushën e karrierës, në fushën e biznesit, në fushën e ndryshimeve të mëdha që vinë drejt juve, dhe situatat që kanë të bëjnë, janë situatat e diçka mahnitse për ekonominë, disa mahnitse në lidhje me ndryshimet të mëdha që do të keni, por gjithashtu është një moment shumë i mirë, edhe pse duket i vështirë në plan të parë, por ka të bëjnë me punën aktuale, ka të bëjnë dhe me të 30 diqët, ka një diçka të re që do nisin, dhe kjo do thot një mundësi shumë e artë dhe një gëzim shumë i madh në familjen tuaj, ku gjërat do të jenë mjaft pozitive, do të keni dhe mundësi shumë të mirë, sepse duke pasur parasysh kuptimin e jetës, kuptimin e gjërave, por disa çështje të tjera janë mjaft pozitive, janë mjaft ndryshe nga që mendoni, sepse duke pasur parasysh edhe punën që keni pasur, për përpara keni pasur mjaft probleme nga më të ndryshme, por tani ka ardhur koha që juve të shikoni gjërat më në detaje, dhe këtë e kanë binjakët, por në fushën e dashurisë kjo javë është një javë që paraprekatitore për gjërat që do të bëhen, gjërat e mëdha, të lidhet me ekonominë, lidhet me stabilizimin ekonomiko-financiar, lidhet edhe me një takim i papritur. Takim papritur do thot, shkoj në zyrë drejtorit 500 herë nuk më pret, vetë direkt e gjet derën hapur dhe këto kas më thot hajde edhe kërkojnë dhe ndjes, sepse për arsye punës, për arsye ngarkese thot, po, edhe të dëgjon për problemin që ke. Mirë po, këtë do ta zgjidhni, sepse ai e di se çfarë mund të bëni juve, por do keni kujdes këtu, sepse duke pasur parasysh edhe gjithë punonjësit që mund të vinë aty, edhe mund të ngarkojnë me punë më tepër se ç'duhet. Edhe thot, është në rol drejtues, thot kjo mban. Po mban, atëherë po jap edhe këtë punë tjetër, ose është lokomotiv pune. Binjakët kanë atë zjuarsinë, çeltërsinë, maturinë, janë shumë të ndikuara. Dhe e gjithë historia që loz në një farë mënyre është periudha më e mirë e mundshme mbi takimin edhe mbi vazhdimsinë, korrektësinë e tyre
dhe momenti që juve keni në këtë drejtim. Megjithatë, është koha dhe ai perceptimi i gjërave që do të keni në anën e karrierës suaj, në fushën e biznesit, e lidhet shumë me biznesin, lidhet shumë me ndryshimet që do të bëjnë të njëpasnjëshme që mund të keni. Nuk e diskutoj, nuk e vend dyshimi gjë të tillë, sepse është një kohë shumë e mirë dhe tepër pozitive. Realiteti është ai që juve me të drejtën tuaj, me marrjen e vendimit të rëndësishëm, u garantoj një 1.000.000.000%, nuk e vend dyshim sepse ka gjëra që do t'i shkoni dhe vetë do më kujtoni, ku çështjet ekonomike financiare, lidhje dhe biznese që bëhen në anën tuaj, është një kohë shumë e përshtatshme, është një kohë që lidhet me ndryshimin e madh, lidhet me punën, lidhet me stabilizimin e financave që kanë të bëjnë tani, por unë do thosha që do prisni pak, nuk duhet më mërziteni për gjërat vogla, se dakord jam me juve që vërtet është një moment shumë i mirë, një moment që krijon disa gjëra që për juve është në të mirën tuaj, për rritje ekonomike ose disa gjëra tjera që do të ndiktojnë tani tutje, por një vëmendje të shtuar do të bëni me lidhje me personat që nuk i njihni, mirë është të mbani pak a shumë disa sekrete, ju t'i thoni gjitha. Në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë bën me dash dhe me peshore, është idealja. Do shkojmë tek një shenjë uji tani, tek një shenjë që pak zevzeke këtë javë, sepse ka një të drejtë madhe, flasim edhe të drejtën e tyre, është në lidhje me punën aktuale, sepse do ketë ndryshim pune, por kjo është në favor dhe jo disfavor, sepse edhe nëse do flasim ne për sa i përket gjërave që lidhen në këtë aspekt, unë do thosha që kjo periudhë është periudha e ndryshimeve dhe e mundësive. Duke pasur parasysh kohën, duke pasur parasysh gjërave. Gaforja gjithmonë është momenti i duhur. Gaforja është ajo çka jep në vetveten e vet. Meqense gaforet në fusha të ndryshme ose në mundësitë që i kanë, por ata që janë në rol drejtues. 10 ditë që parë do më kujtoni, ka diçka shumë madhe, nuk e vend dyshimun. Nuk e them për një arsye se hajde se po e them këtë, edhe kështu do ka për dalë kjo, domethënë sepse gjërat mund të ndryshojnë nga moment e moment. Por ana tjetër është pozitiviteti, është ajo e karrierës dhe e gjërave që do të ndikojnë në lidhje me një çështje pune që mund të keni tani. Momenti i duhur, në kohën e duhur, zgjidhin problematika të ndryshme. Dhe momenti që juve keni tani është një moment që koha ka treguar dhe mundoheni ju e shumë për zhvillime, ndryshime, takime, bisedime, por bisedime mund t'i bëni. Gaforja të 10 ditë i tretë sidomos, ku do ketë ndryshim pune, ka një ndikim shumë të madh dhe tepër pozitiv në çështjet ekonomike, si fillestar që jeni ju për shembull në punë, derisa ta mësoni do keni edhe diçka tjetër, prandaj do shikoni në këtë javë. Dhe kjo do thotë që është një moment mjaft i mirë në lidhje me takime, lidhje me rritjen e detyrë, sepse kjo nuk e diskutoj unë, është një mundësi e tillë që mund të bëhet në lidhje me në çështje të tilla. Është momenti më i mirë i mundshëm në anën e ekonomike financiare, në anën e biznesit dhe të karrierës, në lidhje me disa çështje tjera që do të keni me ligjin, por kjo nuk ju pengon ose nuk është diçka për t'u shqetësuar, sepse juve e dini shumë mirë se si edhe ku gjërat ndryshojnë në lidhje me punën, lidhje me karrierën, lidhje me një bisedë që do bëni me jashtë të largët, që është marrëdhënie biznesi mbase e keni këtë si mundësi. Ana tjetër, juve ju ndihmon shumë për sa i përket asaj çka jeni dhe ku doni të shkoni, sepse çdo gjë shkon bashkë, çdo gjë arrihet, sepse jeni të suksesshëm në punë, jeni të suksesshëm në vendimet që mund të merrni. Në lidhje me disa çështje mund t'i veli pak fajtor në fakt për dashurinë. Për dashurinë keni lënë masdore dhe kjo lënia masdore nuk është se juve keni pas ose doni me domosje që nuk u realizua për arsyeën e punës suaj edhe shumë të ishit të detyruar. Më thonjza të ishit në punë, angazhimet e tepërta dhe lini diçka që është për jetën, është për të ardhmen, është për mundësitë që bëjnë gradualisht në gjërat e mëdha që mund të keni, por gjithashtu është një kohë shumë e përshtatshme mbi zhvillimet dhe ndryshimet e mëdha që do të keni tani tutje. Dhe kjo është një moment, keni një moment shumë të rëndësishëm mbi takime pune, mbi çështje të rëndësishme financiare të biznesit. Dhe kështu që
mos më shqetësoni për gjërat të tilla, sepse nuk ka vend për të shqetësuar, por ka vend për të gëzuar në gjërat që juve keni, në gjërat që juve doni dhe dëshironi. Mundësitë që keni juve janë mundësi të arta, janë mundësitë që vërtet sado që kërkojnë rrezatojnë ato që juve doni të bëni, dhe momentet që juve keni në fushën e biznesit, në fushën e karrierës, në fushën e ndryshimeve të mëdha që do të vinë tani tutje. Dhe kjo është një mundësi shumë e mirë, një mundësi që tani për tani në këto momente mund të jeni mjaft korrekt në veten tuaj, edhe lidhjet që bëhen tani kanë lidhje, kanë një gjatësi në kohë. Dhe kur kanë një gjatësi në kohë, ose mund të jetë fejes, ose mund të jetë një njohje, ose keni më shumë se 2 muaj e 25 ditë, afër treshit, u mushën 3 muaj, janë mbushur. Atëherë po, është koha, është momenti, dhe më pozitiv janë në këtë aspekt, sepse është dhe periudha kur ndodhin fenomenet, është periudha kur arrihet ajo çka doni të bëni, dhe pozicionimi i planetëve që juve do t'ju ndihmojnë në një të ardhmë të afërt. Sidomos lidhjet që kanë bënë me Britsap, është aja dhe zhëja, prandaj mos mi lini pas dore, sepse ka një kohë përcaktuar mbi takime, një kohë të përcaktuar nga gjëra që do të bëni, dhe është momenti më ideal, sepse është java më idealja, sepse ka surprizat të tilla dhe mund t'ju ndihmojnë në këtë drejtim. Gjithçka shkon mbar, gjithçka arrihet. Vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft rrezatuese dhe ndikuese, që do thotë shenja e luanëve. Luanë të dashur, duket se periudha ku juve keni mundësinë ose gjëra që do të ndoni të bëni, jeni në një kohë shumë të rëndësishme, një kohë që vërtet jeni me fat në këtë drejtim. Vërtet i keni të gjitha mundësitë për të zgjidhur problematika të ndryshme, për të zgjidhur gjëra që janë të pazgjidhura për një mirë arsye, sepse kjo periudhë është periudha që ndikoni, rrezatoni, ndryshoni, marrni vendime të rëndësishme në kohën e duhur, nuk e diskutojmë këtë, por gjithashtu është edhe një periudhë tani mund të duket e vështirë, por jo e pakalueshme, sepse unë mund të them me bindje të plotë që e keni mundësit, ose është dhe momenti më i mirë i mundshëm në ndryshime, në ndikime të mëdha që do të keni tani atutje, janë ndikimet e juaja që do e shikoni dhe vetë për arsye të punës, për arsye të karrierës, për arsye të ndryshimeve dhe të momentit që ka të bëjnë. Nuk diskutohet gjërat që momentin e punës dhe të karrierës, nuk e diskutoj, sepse janë gjërat pozitive dhe jo problematike. Në çështjet që kanë të bëjnë me anën shpirtërore, këtu duket se gjithçka shkon mbar. Luan ujor, për shembull, është diçka mjaft pozitive, ose keni pasur ndarje, për shembull, ose lidhjet e rëndësishme. Lidhjet e rëndësishme kanë atë mundësinë, kanë periudhën kur ndodhin, dhe sidomos lidhjet me ujor shkojnë deri në martesë, nëse se jeni lidhur në janar, po supozojmë në janarin e kaluar, dhe keni një vit. E keni mbushur këtë me datën, e supozojmë ne, datë 25, keni mbushur vitin. E atëhere është koha më ideale në lidhje me familjen dhe qetësinë, ato që do ndodhin gjërat e mëdha që kanë të bëjnë, nuk e diskutoj unë këtë. Gjithashtu ka të bëjnë me një problem që keni pasur para disa kohëve, që është me demt të ditësh parë dhe me peshore. Por kjo do marrë zgjidhje këtë javë, merr zgjidhje ditën e hënë, ose pra pikërisht ditën e hënë, ditën e premte, ditën e diel. Janë 3 ditë shumë të rëndësishme në lidhje me takimet, në lidhje me vendime që do të merrni, sepse është një kohë mjaft e mirë, dhe kjo është në anën tuaj me pozicionimin e planeteve, sepse mundet që dhe neve mund të themi për shembull që është një moment shumë pozitiv në lidhje me takime që bëhen, sepse duke pasur parasysh edhe periudha që ndodhin fenomenet, edhe koha kur janë anën tuaj, për shembull, është një mundësi shumë e mirë. Dhe tani juve mund të duket e vështirë si çështje për sa përket dashurisë, por në anën tjetër juve e zgjidhni sepse keni kohën tuaj. Në çështjet e punës, për shembull, ose një takim që do bën ditën e mërkur juve të shenjës së Luanit, është një moment mjaft i mirë, sepse kjo periudhë është periudha juaj ku mund të zgjidhni problemet. Në këtë javë flas, edhe koha është me juve për shumë arsye, sepse keni pasur shumë probleme në një të kaluar, dhe vjen momenti tani, momenti i zgjidhjes së problematikave dhe i periudhës së madhe që të po vjen tani atutje. Kështu që
mos mu shqetësoni për gjërat e tilla, sepse nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në lidhje me takime pune, në lidhje me ndryshime, në lidhje me vendime të rëndësishme pata që janë në diaspor, bashkim familjar. Po, është e mundur, po, e keni mundësin, edhe periudha që ndodhin gjërat, edhe koha që keni tani e tutje, janë disa mundësi shumë të mira dhe periudha shumë pozitive, sepse do zgjidhni gjërat e pasgjidhshme në anën tuaj. Keni pasur shumë probleme, nuk e diskutoj, për arsye të punës suaj, për arsye të ndryshimeve që vijnë në anën tuaj. Prandaj Luanët lidhjet që i bëjnë lidhjet nuk bëjnë lidhjet shkurtra kur Luanë, bëjnë lidhjet gjata dhe shkojnë në martesë, sidomos lidhjet binjak akrep. Është diçka mjaft pozitive. Gjithashtu, përveç binjak dhe akrep, ka dhe me bricap. Me bricap është vetë tjetër gjë, sepse ata kanë nisur diçka shumë të mirë dhe kjo është diçka shumë e rëndësishme për sa përket gjërave të mëdha të ekonomisë dhe të vazhdimësisë. Një bashkim familjar gjithashtu, ose disa dokumente që bëhen në diaspor. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë toke, tek një shenjë që është nga më ndikuesja dhe më pozitivja, që do thot shenja e virgjëreshës. Virgjëresha duket se tregojnë shumë nga aparenca e tyre, nga momentjet që ata kanë, dhe disa gjëra të tjera që do të ndikojnë. Mirë po, virgjëresha si shenjë është shenjë mjaft pozitive dhe në lidhje me disa takime, në lidhje me anën ekonomike dhe financat, duket se ka diçka që është mjaft pozitive dhe në lidhje me ekonomin ose me gjëra që kanë të bëjnë, është një moment mjaft i mirë për anën e financave dhe për gjëra që do të ndikojnë në lidhje me disa takime të reja pune. Dhe kjo do të thotë që është vazhdimësia, korrektësia, momenti që ndodhin fenomenet. Por, nëse juve nisni diçka ose doni të bëni diçka të rrethon, lidhje me punën gjithmonë, dhe ditë që i parë, dhe ditë që i tretë, dhe ditë që i tretë është për shitje biznesi, sepse do bëj diçka tjetër, që e kam menduar që është në 2025-ën në muajin shtator, por nuk i doli aty ku desh, dhe vjen një moment tani. Kjo do të thosë është mbyllur gjëja. Është periudha, momenti, koha dhe planifikimi që ju e keni. Diçka mund të ndodhi ose gjëra që janë nga më pozitivet dhe më të rëndësishmet për arsye të punës, për arsye të ndryshimeve të mëdha që vijnë. Por juve nga njëra anë jeni shumë të ndikuar dhe juve keni një prezantim të shkëlqyer në çështjet punë ose ku veni. Prandaj jeni në menaxhim biznesi, siç janë edhe shenjat e ajrit, peshorët, binjakët, ujorët, kanë menaxhim biznesi në plan të parë. Dhe virgjëresha nga ana tjetër është shumë, për disa mund të thonë, të sofistikuar, sepse ndryshe mendojnë ose gjejnë mënyrën dhe mundësinë. Po jo, po gjej etj atëherë. Sepse virgjëresha një herë flet. Dhe kjo i bën ata që të jenë mjaft korrekt dhe mjaft të zgjuar, sepse punojnë për punën, punojnë për të drejtën dhe të ndryshimin e madh që ata presin në anën ekonomike. Dhe kjo nuk diskutohet që është dhe momenti dhe koha më e mirë e mundshme, sepse e kanë në ndikimin e tyre, e kanë forcën dhe identitetin e tyre dhe është një moment mjaft i mirë së stabilizues për sa përket kohës, për sa përket asaj çka ata krijojnë për veten e tyre, krijojnë në lidhje me ekonominë dhe biznesin e tyre, por megjithatë në rol drejtuesi do kenë tani e tutje, është një mundësi e mirë për sa i përket çështjeve që ata do të kenë në vazhdimsi dhe kjo do thotë që është momenti më i mirë i mundshëm. Dhe kjo do thotë që ka kohën e vet, ka mundësinë e vet për të bërë zgjedhjen e duhur. Megjithatë, një nga mundësitë që kanë bën një udhëtim
është e mërkurë dhe enjte. Nëse keni një ndërmend për të realizuar gjithë java është e mirë, por mërkurë enjte është më mirë sepse mund të bëni diçka të rëndësishme për sa i përket çështjeve që lidhen me punën aktuale, lidhen me gjëra të tjera që do të keni në anën tuaj për sa i përket ekonomisë, për sa i përket lidhje me gjërat ndikuese me jashtë. Dhe kështu që shikojeni gjëra sepse është një periudhë mjaft e mirë, është një periudhë që ndryshon gjërat dhe nismat e reja që mund të keni. Është momenti dhe koha më ideale, më thosha që është shumë pozitive për anën ekonomike financiare, për gjëra që do të ndikojnë në fusha të tilla, sepse është koha dhe periudha që ndodhin të tilla gjërash. Megjithatë, juve të kësaj shenje, pra për sa përket virgjëreshave, kanë shumë gjëra të ndikuar pozitivisht dhe momentet të arta që do të shkëlqejnë në këtë javë, është një javë pozitive, sidomos lidhjet që kanë të bëjnë virgjëresh peshk, virgjëresh binjak, virgjëresh akrep, është koha pozitive, është momenti që mund të zgjidhni diçka shumë të madhe në këtë drejtim dhe periudha që ndodhin fenomenet. Nga ana tjetër, është momenti dhe koha e duhur për çështjet që kanë të bëjnë me anën e biznesit dhe të karrierës suaj, sepse me karrierën ju keni pasur edhe disa problematika të vogla, por këto janë të përfunduara për mua, nuk diskutoj që të ketë një diçka shqetësuese, nuk lidhet fare kjo me këto gjëra, janë gjërat më pozitive të qenë ndonjëherë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë peshorja. Për ju që të peshorës duket se ka diçka shumë të madhe mes asaj që është e realizueshme dhe mes asaj që është e vështirë, por në anën tjetër unë do thosha që kjo periudhë është një periudhë që ndikon shumë në lidhje me takime, në lidhje me vendime shumë të rëndësishme që mund të keni, por gjithsesi është një periudhë ku ka shumë ndikime, ka shumë ndryshime të një pas njëshme, nuk e dyshoj që gjërat janë anën tuaj, por ka dhe diçka tjetër, sepse kjo periudhë është një periudhë shumë e mirë dhe tepër stabilizuese për sa i përket anës ekonomike, për sa i përket vendimeve që do të merrni, por një moment që është tani, është një moment shumë i mirë për të bërë zgjidhjen e duhur në anën e biznesit dhe të karrierës. Ajo që unë shikoj është një mundësi mjaft e mirë në të gjitha gjërat që juve e keni në dorë dhe dini shumë mirë çfarë ndodh dhe çfarë duhet të bëni. Megjithatë, tani për tani në ditën e mërkurë dhe ditën e njëjtë kemi dy ditë shumë të rëndësishme ku gjërat do jenë në anën tuaj në një pozicion planetar që ju ndihmon jashtë mase për të bërë zgjidhjen e duhur në çështjet që juve keni. Një dhjetëdiqi i tretë duket se tani për tani ka disa gjëra që mund të jenë të vështira, por jo të pakalueshme për punën dhe për karrierën. Në lidhje me një udhëtim që do të keni tani, një udhëtim pune, duket se e keni dhe si mundësi, por dhe rëndësi që jepni vetes në lidhje me disa takime. Këto takime do të bëhen ditën e premte dhe ditën e shtunë, ku është janë kohra të mira dhe mundësi të arta që do të ndikojnë tek juve të kësaj shenje, por megjithatë duket se me sa keni mundësinë ju në fushën e dashurisë, nëse keni mundësi gjithmonë, lidhje që kanë bëjnë ose keni pas ndarje, arsye për tjetrën, rregullojeni sepse është koha juaj, sidomos me dashtë të diçit të parë dhe me ujorët e diçit të tretë, ku është një mundësi shumë e mirë për sa përket lidhjeve, për sa përket njohjeve, ka të bëjnë me diçka shumë të madhe kjo, edhe për sa përket një marrje vendimi të rëndësishëm, sepse kjo periudhë është e juaja dhe ju përket juve për ndryshimin e madh, për vendimin e madh që do të merrni dhe jo vetëm. Ka kohë që tani për tani lidhet me punën, lidhet me takime, lidhet me vendime, lidhet me udhëtime sidomos, është një periudhë tani, do e shikoni edhe vetë sepse ka të bëjnë shumë me ndryshime të njëpasgjeshme, ka të bëjnë shumë me disa vendime të rëndësishme, vendime që për disa mund të ketë qenë problem, për disa mund të ketë qenë rregull ose mundësi. Dhe këto janë ato që juve e keni tani e tutje për sa përket
këtyre çështjeve, sepse unë shikoj që është mundësia, shikoj që është koha edhe vëmendjen që juve keni në fushën ekonomike financiare, por mos mu shqetësoni fare sepse është një kohë shumë e mirë dhe ka përshtatshmëri, domethënë ato që bëhet, ato që realizohet dhe çështjet konkrete që juve keni. Megjithatë, është një moment mjaft i mirë tani, një moment që në çdo kohë, në çdo drejtim, gjërat do i keni në favorin tuaj dhe nuk ka vend për të shqetësuar këtu, sepse shikoj që keni disa mundësi të arta ku do të zgjidhni problemin tuaj, do zgjidhni gjërat e pas gjitha më përpara, sepse koha është në favorin tuaj. Në lidhje me çështjet që kanë bënë me anën shpirtërore, nëse ka një problem ose keni pasur diçka që nuk shkon për arsye të punës ose për arsye të karrierës, kemi të bëjmë me një bashkim familjar ose jeni ndarë me gafore ose njohje të reja që janë me bricap të diçka të tretë, ku kjo periudhë është e juaj, prandaj bini pas, mos manini pas dore sepse ka të bëjë shumë me takime, ka të bëjë shumë me vendime të rëndësishme. Dhjetiçi i tretë do bëj një takim ditën e njëjtë dhe ditën e premte, ku janë 2 ditë shumë të rëndësishme për sa i përket zgjidhjeve të konflikteve të zgjidhjeve të problematikave që më keni pasur në anën tuaj, dhe kjo është ajo që vërtet e keni mundësi, vërtet jeni në koherent me ato që ndodh, në koherent me ato që realizohet dhe stabilizohet në çështjet e juaja. Por mos mu shqetësoni fare në disa bisedime që mund të bëni mund të prezantojnë një punë të re. Për shembull, kjo bëhet ditën e hënë, por gjithsesi koha ka treguar që juve jeni me fat në këtë aspekt, por jo me probleme. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft rrezatuese dhe në vendimarrje, sepse vendimarrja është koha dhe momenti i duhur, që kjo do thotë që është shenja e ndikimit të madh dhe mundësive të arta që janë akripët. Për sa i përket akrepëve, akrepët duket se periudha që jemi tani, mund thoni juve që mirë më Jorgo, akrepët kanë pasur disa keq kuptime, keq interpretime, probleme të ndryshme. Por vjen momenti dhe juve i zgjidhni gjërat, sepse kjo periudhë është e juaja dhe do të thotë që tani juve gjërat i bëni siç doni juve dhe siç dëshironi juve. Akrepët nuk humbasin kurrë. Në asnjë mënyrë, asnjëherë. Me një mënyrë apo me tjetrën ata e fitojnë, sepse kanë atë ndryshimin e madh dhe mundësinë e artë që ju vjen. Një nga ndryshimet më të mëdha që kanë, edhe periudha që ndodhin fenomenet, është një periudhë ku tani për tani, nëse do marrim për shembull probleme që keni pasur për shembull, nga 97-a, 2001-shi, që është e paluajtshme. Gjërat, këtë e them domethënë që të kuptoni disi këtë periudhë. Kemi disa mundësi të tjera. Kemi 2021-shi, 2023-shi dhe kjo në vlen në 2026-ën, kjo javë që është e mirë për të mbyllur një herë e mirë gjërat e tjera që kemi lënë pas dore. Tani, në momentin e duhur gjërat shkojnë aty ku duhet. Sepse dhe mundësi që keni, periudha kur ndodhin gjërat, ndryshimi i madh që vjen në favorin tuaj, dhe kjo është një moment tani mjaft i mirë dhe surprizues për sa i përket karrierës suaj, për sa i përket marrjeve vendime të rëndësishme. Por gjithashtu, edhe pse juve jeni pak të ndikuar ose të ndërlikuar, për sa i përket punës suaj, për sa i përket marrjeve vendime të rëndësishme. Marrjeve vendime të rëndësishme vërtet është pak sa ndikimi dhe vazhdimësia në një farë mënyre, në një farë kohe, por dhe periudat që ndodhin gjërat. Tani për tani, kemi një çështje shumë të madhe për sa përket akrepët e ditës së parë me punën e blerjen. Dhjetëdiçi i dytë do bëj një blerje ku mund mos i duhet për momentin, por i duhet për një kohë të afërt. Po mund ta bëni. Kjo është e rëndësishme. Jo nuk është, por meqense juve keni edhe punën, dhe karrierën, dhe ndryshimin, dhe marrjen e vendime të rëndësishme, të gjitha këto ju vinë në fakt me shumë mundësi ose me shumë kohë në kohëra të ndryshme
që do të keni juve tani për tani, por unë do të thoja që nëse mundoheni që të arrini majat në fushën e karrierës ose të bëni diçka të rëndësishme, lidhet shumë e rëndësishme kush është? E rëndësishme është ajo çka ju firmosni një kontratë sot për 5 vjet. Ku ka kontrata të tilla do thoni ju më Jorgo nes po bëjmë 3 mujore, jo bëjmë 5 vjeçare. Ju do bëni 5 vjeçare sepse jeni ju për janë të tjerët. Është ndryshme. Sepse juve bëni punën, juve bëni më tepër se ç'duket dhe paguheni si të tjerët. Dhe kjo do t'ju japi një shtys që ata të kuptojnë për 1000 arsye që ju e keni në këtë drejtim. Por në fushën e dashurisë, këtu mund t'ju thosha që meqense kemi ndikimin pra, shenjës lidhjet dem luan ose me peshk është një kohë shumë e përshtatshme dhe jo vetëm, duke pasur parasysh dhe mënyrën dhe mundësinë që ju keni, duket është një moment mjaft i mirë, është një moment që vërtet kjo periudhë është mjaft e mirë në lidhje me takime punë, lidhje me ndryshime punë, lidhje me vendime të rëndësishme dhe do t'i keni këto gjëra sepse është vetë koha, është vetë momenti i duhur për sa i përket ndryshimeve dhe vazhdimësisë. Në një bashkim familjar duket se ka të bëjnë me luante dhe diçka të tretë, por kjo mbetet për të parë për arsyen se juve vërtet e keni mundësinë, por sa është ajo periudha kur do të ndikohen gjërat, do të arrihet ajo çka kërkoni juve. Unë besoj se po, është e mundur dhe është një kohë mjaft e mirë dhe stabilizuese për gjërat që kërkoni. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese dhe shumë të rëndësishme që do të thotë shenja e mundësive të arta, shenja e ndryshimit të madh dhe e kuptimit të plotë të jetës që janë shigjetarët. Shigjetarët nga njëra anë zgjedhin çështjet nga më problematike. Shigjetarët janë shumë të ndikuar, janë shumë të pozicionuar në lidhje me punën e tyre, në lidhje me takimet që ata bëjnë, por kjo periudhë që është tani mund të dhjetëçit të parë, mos i ngatarrojmë gjërat. Të dhjetëçit të parë, sepse është edhe momenti i duhur për sa përket zgjidhjeve që ju keni. Por vallë, a është koha e duhur për të marrë vendime të rëndësishme? Këtu është çështja. Unë them po për 1000 arsye. E para është se i keni të gjitha mundësit, ku do të shikoni gjëra dhjetëçi parë që është në këtë drejtim. I vini pikësynim vetes për të arritur në finish për gjërat e juaja, sepse nuk diskutohet që ju e keni mundësin dhe është dhe momenti i duhur për marrin për zgjidhur çështje problematike. Ana tjetër është ajo që është mënyra se keni pasur shumë probleme në një të kaluar me ekonominë, me vështirësi, zgjuarsi dhe maturi. Por pikërisht kjo periudhë, pikërisht ky moment është një moment që vërtet mund të hasni në vështirësi ose mund të hasni ca gjëra që nuk janë ato ku duhet, por është koha që pretendimi dhe rregullimi, stabilizimi dhe mundësia. I keni të gjitha këto që do t'ju ndihmojnë për të ecur përpara, do t'ju ndihmojnë për të vepruar në një farë mënyre, dhe koha që juve e keni dhe mundësinë e artë në lidhje me takimet, në lidhje me ndryshimin e madh që vjen. Megjithatë, keni një mundësi shumë mirë në lidhje me ndryshim pune, në lidhje me marrjen e një pune të re ose një burim të ardhës të dyta është e mundur të ndodhi, dhe kjo do ndodhi së shpejti për 1000 arsye që ve keni, sepse edhe koha, edhe mundësit, edhe momente që vijnë gradualisht tani e tutje, është në anën tuaj. Megjithatë, sepse jo vetëm se shqiptarët kanë pasur disa probleme nga në të kaluarën ekonomike dhe nuk mund të marrin vetëm, marrin që çka me ta. Është një periudhë tani kaq e mirë, saqë do e shikoni dhe vetë do më kujtoni, ka të bëjnë shumë të 30 diqet, kanë ekonominë, kanë stabilizimin, kanë parat papritura, surpriza, kanë sa tek pa marrë, do t'i marrin një moment që është tani edhe pse keni pasur shumë të vështirë në lidhje me një punë të dytë, por ja keni arrit qëllimit tuaj,
Dhe kjo është një mundësi shumë e mirë, mundësi e artë për të zgjidhur çështje problematike, për të zgjidhur gjëra që doni, për të zgjidhur gjëra që ju i rregulloni, stabilizoni në anën tuaj. Dhe është një moment tani, është një moment shumë pozitiv dhe korrekt nga ana juaj. Por tani gjërat janë mjaft favorite, janë mjaft ndikuese, sepse juve dini shumë mirë të përballoni vështirësitë, sepse keni lindur për vështirësitë dhe këto dini shumë mirë. Në fushën ekonomike dhe ditë që tretë do thosha unë që ose pri shumë, jo se nuk di se çfarë do të bëj, e di shumë mirë, por nganjëherë ngatarrohet nganjëherë vetë tiu, edhe ndryshe bën, ndryshe gjykon. Mundësit janë të mëdha, koha është në favorin tuaj. Disa momente, një periudhë që është një mjaft e mirë tani, dhe koha që ka mbi ndërtimin dhe ndikimin, mundësinë dhe rëndësinë që i vini vetes në fushën e karrierës suaj, po është një mundësi shumë e mirë dhe është një moment që vërtet juve diktoni, rregulloni, stabilizoni çështjet e punës, por njëkohësisht edhe gjëra të reja që do të keni tani tutje. Momentet juve do të keni, momentet janë momente shumë ndikuese në favorin tuaj, sepse puna dhe ndryshimet e tjera që do të vinë, e keni mundësinë dhe është edhe koha shumë pozitive për të parë se çfarë do të bëni në vazhdimsi. Por unë do t'ju thosha që në fushën këtu jeni pak fajtor, në fushën e dashurisë, bëni pak kujdes, shikoni gjërat ku keni gabuar. Sepse një gabim që ka ndodhur, një gabim që jo për fajin tuaj, por ka ndodhur, s'kemi që bëjmë tani, ne? Mundoni ta ndriqni, sidomos me shigjetar peshk, shigjetar virgjesh dhe shigjetar ujor të ditësit të dytë, kur është dhe një kohë e përshtatshme, është një moment mjaft i mirë dhe mbi ndryshimet dhe vendimet që merren në anën tuaj. Prandaj ju them që bëni pa kujdes, mos mu nxitoni në këtë drejtim. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë që është mjaft e pozicionuar, një shenjë toke, një shenjë që rrezaton, por ndryshimet të mëdha nuk do mungojnë. Dhe çështja ligjore përfundon këtë shenja e bricjave. Për çështjen e bricjave, çfarë ndodh? Ndodh që vërtet e keni mundësinë, vërtet e keni kohën tuaj, por çfarë duhet të bëni që juve të mos mërziteni për gjëra të vogla? Unë do të thosha lini pas dore gjëra që janë imediate, i lini pas dore. Bëni gjëra tjera që thoni që kjo do bëhet, por këto nuk duhen lënë pas dore. Sepse kur i lini pas dore, mblidhen shumë edhe nuk keni gati pastaj të përgjigjeni gjërave të tjera. Ato që duhet të bëni që të jeni të kënaqur, të lumtur për jetën, për të ardhmen tuaj, është duke filluar nga nismat që ve keni në planin tuaj, sot do bëhet kjo, nesër do bëhet kjo, do bëhet kjo. Pa rëndësi ka a është realizueshme apo jo, por juve e nisni si nisëm dhe kjo ju bën pastaj mjaft pozitiv, ju bën që t'jeni korrekt, t'jeni të ndikuar dhe mundësi të arta që mund të keni, kështu që unë do të thosha që kjo është periudha juaj, kjo është momenti juaj dhe mundësi që do të vinë në vazhdim. Prandaj është koha juaj, prandaj është momenti mjaft pozitiv në këtë drejtim. Megjithatë, edhe pse disa probleme të vogla që keni pasur, edhe disa gjëra që nuk kanë qenë siç e prisnit, por nuk do të thosha që është edhe problemi i madh, sepse nuk ka të fundi botës, se nuk realizuat për një javë, por realizuat për një muaj. Rësi ka pikësynimi që i vini vetes në fushën e punës ose në role drejtuese. Në anën ekonomike, sa përket anës ekonomike, se jeni dhe ekonomisë të shkëlqyer juve, dhe kjo do t'ju ndihmojnë në anën tuaj, do t'ju ndihmojnë në lidhje me disa takime që do të keni, me disa gjëra që vërtet është koha juaj, vërtet është momenti mjaft i mirë dhe tepër pozitiv, sepse zgjidhjet e problematikave, mundësitë që ju jepen, koha e duhur për të marrë vendime, sado që gjërat janë vështira, sado që juve e keni pasur disa çështje probleme, disa çështje që nuk janë zgjidhur ose jeni drejt zgjidhjes së një çështje madhore
financiare, unë do thosha po, unë do thosha e keni mundësin dhe është momenti i duhur, është periudha që ndodhin fenomenet, sepse jeni mjaft me fat, keni shumë fat në ekonomi, keni shumë fat në dashuri dhe në dashuri. Në dashuri, në fakt, disa lidhje afatgjatë them unë që kanë bëjnë me deme dhe me peshore, mirë është që ta rishikoni edhe një herë, mos me lini pasdore, sepse edhe një pasdore le pasdore, por ka dhe gjëra tjera që do të shikoni edhe vetë për arsye të punës suaj, për një nga takimet dhe një nga vendimet që ju e merrni janë vendime historike dhe unë shikoj që është diçka shumë e madhe se do nisni diçka të re tani, edhe një gjë që mund të ketë qenë problem në të shkuar, por është një anë e mirë në vazhdimsi dhe periudhat që ndodhin fenomenet. Ana tjetër, ka të bëjnë me takime pune, ka të bëjnë me ndryshime të mëdha me vendime të rëndësishme, ka të bëjnë me një takim që mund keni pasur para disa kohëve dhe kjo është realizuar sepse e realizoni vetë juve dhe është një moment shumë i mirë i kuptimit të jetës, i kuptimit të marrë vendime të rëndësishme, sepse vërtet i keni mundësi dhe vërtet jeni me shumë fat në këtë aspekt, në këtë drejtim pa. Por mundohuni që t'jeni pak a shumë për personat e tretë, sepse ndërhyjnë, se këte kemi jemi të rregullt në ndërhyrje që bëjmë, pa dashje me dashje, mundohuni që çfarë thonë të tjerët, mos i vini veshin, por çfarë bëni juve dhe çfarë dëshironi juve të nisni diçka të mirë, diçka pozitive në lidhje me korrektësi, në lidhje me vendosmërinë që do të keni tani tutje, ku është edhe koha është në momenti më mirë mundshëm mbi stabilizimin dhe gjërat të tjera që do të pasojnë më tej. Meqenëse çështjet që kanë bënë me anën shpirtërore, mundoni pak bashkim familjar do ta thoshon me gafore, është një moment i mirë nëse keni mundësinë zgjidheni këtë gjë, sepse edhe koha mund t'ju ndihmojë në këtë aspekt, por gjithashtu me virgjërisht edhe diçka të tretë është një mundësi mjaft e mirë. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë që mjaft pozitive, e drejtë për së drejti, nuk e diskutoj, domethënë që është edhe periudha që ndodhin fenomenet dhe do të thotë shenja e ujorit. Çfarë ndodh me ujorët? Me ujorët duket se keni disa mundësi të arta juve. Dhe kjo do të thotë që vërtet keni mundësinë, por kohën e artë për të marrë vendime të rëndësishme. Kemi diellin që futet në shenjën tuaj në datën 20, ku në orën 2:45 të mëngjesit, duke shënuar fillimin e ditëlindjes suaj të shenjës 11 të zodiakut. Ajo që tregon ka të bëjnë me punën, ka të bëjnë me ndryshimin, por gjithashtu është edhe një mundësi mjaft e mirë sepse juve i lidhni gjërat vetë ju me punën tuaj dhe keni të drejtë madhe xhanëm. Edhe kjo ju bën që të ndjeni mjaft korrekt në punën tuaj, mjaft korrekt me çështjet financiare në lidhje me një takim që do bëni, por ky është një takim mjaft pozitiv, por nuk dal këtu, sepse po ndalsh këtu që tjetër gjë, por mos harrojmë se data 21 ku ndryshime që do ndodhin ose mundësi që do të keni juve, ka një ndikim me Mërkurin, se Mërkuri me datën 22 takon me Plutonin në Ujor. Një kënd shumë i mirë, një kënd që vërtet mund të ndryshoni shumë gjëra, mund të arrini shumë gjëra, por ajo që do të jetë për shpejtimi një çështje ligjore mund keni pasur juve, ose keni pasur gjëra të kësaj natyre, dhe kjo do të thotë që në fund të javës, në datën 23, ka të bëjnë shumë dhe me Marsin që kalon në Ujor, shenjën tuaj, që bëhet dinamik, bëhet dashamirës, ka mundësin, kohën, ndryshime, ndikime, mundësi të arta, ndikohet në mënyrë mjaft pozitive tek juve dhe i keni të gjitha mundësit që juve të zgjidhni disa probleme, të zgjidhni disa çështje, të zgjidhni disa marrje vendime të rëndësishme që do t'i keni tani e tutje, dhe kjo është një mundësi shumë e mirë ku rrallë qëllon. Në këtë javë juve mund të bëni të pamundurën në çështjet e juaja, në çështjet e ekonomisë, në çështjet e vendimarrjes, sepse nuk e diskutoj unë, nuk e vë ndryshim që
gjërat mund mos realizohen që ç'ke me te, por tani për tani duket se jeni me shumë fat në këtë aspekt dhe është e koha juaj e ndikimit të madh e anës shpirtërore, e mundësive, e kujdesit nga ana tjetër, sepse pak kujdes kërkohet. Por gjithsesi, ujori nuk bie viktim kollaj. Ujori është shumë i ndikuar, është shumë pozitiv, është shumë korrekt me punën, me ekonominë, me stabilizimin dhe me takimet që bën, takimet një pas njëshme, dhe vërtet është ana më mirë e mundshme dhe vërtet është koha që juve do të ndryshoni shumë gjëra në lidhje me jetën tuaj, në lidhje me punën tuaj aktuale, dhe kështu që nuk ka vend për të shqetësuar këtu, për të arritur qëllimin tuaj. Po, një ndryshim mund të keni për shembull me financat, sepse është në lidhje me financat dhe lidhje me disa gjëra të tjera, ku kanë kohën e tyre, në fakt në lidhje me disa vendime që do të merren, me disa takime që do të keni, edhe kështu që keni të gjitha mundësitë dhe kohën e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në anën e juaja të ekonomisë të stabilizimit. Megjithatë, vendimi që do të merrni, mundësitë që do të keni, është ditën e mërkurë dhe ditën e njëjtë bini pas, janë dy ditë shumë të rëndësishme për sa i përket çështjeve që keni, për sa i përket asaj çka juve doni dhe doni të realizoni. Në fushën e dashurisë duket se lidhjet që kanë bënë ujor gafore, ujor peshore, është aja dhe zheja, do më kujton se ka diçka shumë të mirë në këtë drejtim. Vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë uji, tek një shenjë që rrezatoni, prezantoni dhe jo vetëm kaq, po vendosni gjërat në vijë për anën e punës, rolet drejtuese dhe ekonomi. Që këta janë të shenjës së peshqeve. Për sa i përket juve të shenjës së peshqeve, duket se fillimi dhe ndryshimi, mundësia dhe rëndësia që janë disa gjëra shumë në kohë, do thosha unë, për sa i përket çështjeve, për sa i përket ekonomisë, stabilizimit, marrjes së vendimit të rëndësishëm, periudha që ndodhin fenomenet, sepse është një moment mjaft i mirë tani e tutje ku disa gjëra mund të jenë në favorin tuaj, mund të jenë ashtu siç juve pretendoni dhe dëshironi, por mos harrojmë se ndikimi i hënës re i datës 18 ka një ndikim shumë të madh në çështjet e financave, në lidhje me biznesin, në lidhje me karrierën, por gjithashtu ky ndikim u ndikon dhe juve të shenjës së peshqeve, sepse ndodh në shenjën e bicapit, por një shenjë toke, një shenjë uji u jep mundësinë edhe dhuntin për të parë në vazhdimsi dhe në lidhje me korrektësinë tuaj. Dhe kjo është diçka shumë e madhe, mirë do ishte që juve të rishikoni disa gjëra që mund të ndihmojnë në ekonomi, mund të ndihmojnë dhe diktojnë në gjëra të tjera që do të keni tani tutje, ku është dhe mundësia, ku është dhe koha e duhur për stabilizuar anët e biznesit dhe të karrierës dhe çështjet e tjera që do të keni tani tutje. Mundësitë janë të mëdha dhe rëndësishme është sepse ana ekonomike financiare, gjërat e tjera që do keni mundësi mjaft artë në ekonomi, dhe diçka parë që i shenjës së peshqeve, nuk është se ka diçka një problem që nuk realizohet ose i diçka që është në zgjidhje të një konflikti të vjetër, por unë do thosha që tani për tani është koha më e mirë e mundshme për sa i përket anës ekonomike, për sa i përket marrjes së vendimeve dhe të ndryshimeve që do të keni. Ndryshime në rol drejtues, ndryshime që jeni juve që jeni në vende kyçe, për juve që keni të bëni me takime, me udhëtime me jashtë. Do kemi dhe disa ngatarësa të vogla, jo juve, por ata që janë rol drejtues ose në gjëra të tjera që mirë është të rishikojnë pak a shumë çfarë ndodh mes jush ose çfarë juve pretendoni ose doni të shikoni, sepse janë shumë gjëra që do të lidhen me ekonominë, do të lidhen me stabilizimin, do të lidhen me korrektësinë e punës, sepse puna është baza edhe momenti që ndodhin fenomenet. Megjithatë, unë do t'ju thoja që kjo periudhë është e juaja, është një mundësi shumë e mirë, një mundësi e artë mbi zgjidhjet të problemeve, të konflikteve që mund të keni pasur, dhe një moment tjetër që është në anën tuaj
për sa përket ekonomisë dhe për sa përket asaj çka keni për të realizuar në kohë reale. Megjithatë, kjo javë ka dy mundësi të arta. Peshit do shquhen shumë për ekonominë dhe stabilizimin e saj, do shquhen shumë për dashurinë, për lidhjet afatgjat, sepse në lidhjet afatgjat juve keni shansin e madh. Shansin e madh, kjo do të thotë momenti, do të thotë korektësia juaj dhe vendimi që mund merrni, sepse po të vëmë re, peshk virgjëresh, peshk shiketar ka diçka shumë madhe, por edhe peshk binjak është vetë koha, është vetë momenti i duhur për sa i përket çështjeve të rëndësishme, çështjet e gjërave të mëdha të biznesit dhe të ndryshimeve të tjera që do të kenë tani tutje. Mundohuni që të jeni sa më korrekt, mundohuni që të jeni sa më të pastër, sa më sepse për juve gjithmonë dikon është si punë shiut që bie gjithmonë në një vend dhe e dëmton tjetrin kur është me të drejtë. Mirë po, kjo stuhi ose kjo gjë që ju e bëni me nder, edhe dini shumë mirë ku shkoni, dini shumë çfarë do të bëni, mos mu shqetësoni për gjë sepse të tjerët janë dikush tjetër do të tërheqë veshin, sepse krijuesi ka dhënë letër me vlerë për të jetuar. Kështu që pse më të më shqetësoni juve, në një kohë që nuk ka lidhje fare, në një kohë që ata që e flasin, ata që thon aty ngelet dhe aty ka për të ngelur. Kështu që tani për tani gjërat janë mjaft fantastike. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bërë me binjakët dhe me shiketarën të mbara, pak vëmendje do të bëni me virgjëresh të edicionit të tretë. Këto ishte pak a shumë miqtë mi të dashur për sa përket pikërisht kësaj jave kaq të rëndësishme të datës nga data 19 deri në datën 25 janar 2026. Por nëse dëshironi parashikime të detajuara, kemi pikërisht të faqen këtu. E klikoni, e shikoni dhe duke klikuar jeni gati për të marrë parashikimin dhe do flasim bashkë në Viber, WhatsApp apo Skype. Për ju që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve, pikërisht të ky butoni këtu. Duke na bërë subscribe dhe më pas dërgoni mesazhin dhe merrni drejt për së drejti për gjigje. Nga një rrepulla, gjithë mirat.